Dibra në konferencë për media doli sekretarja e Partisë Demokratike të Kosovës Vlora Çitaku, e cila edhe gjatë ditës sot, pra që nga ora 11 ishte në Kuvendin e Kosovës bashkë me gjithë anëtarët deputetët e tjerë të këtij subjekti politik, ku edhe ishin pra përballë deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, ku vazhdimisht kërkuan që të thirret seancë për vazhdimin e seancës për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Njëkohësisht të njëjta thirrje u bë edhe në konferencën që këta e thirrën nga ora 16:30 këtu në hallin e Kuvendit të Kosovës, ku përsërit thirrja për kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurtin, duke i thënë se duhet sa më shpejt që shteti pra të dalë në binar kushtetues, siç e quajnë ata, dhe gjithashtu duhet sa më shpejt të konstituohet Kuvendi i Kosovës në mënyrë që sipas Vlora Çitakut, pra deputetët të jenë në gjendje të vazhdojnë pra dhe të mbajnë mandatin e tyre ashtu siç ju takon dhe shteti të funksionalizohet sa më shpejt. Po ashtu nga Partia Demokratike e Kosovës përmes kësaj konference bën me dije se përpos këtyre aktiviteteve që i patën sot në Kuvend, do të vazhdojnë që çdo 40 tetor të bëjnë kërkesë nga Avni Dehari që të thirret një seancë tjetër për vazhdimin e asaj konstituive të Kuvendit të Kosovës, ashtu siç e kërkon edhe rregulloria e punës së Kuvendit të Kosovës. Po ashtu, aktivitetet e PDK sipas Vlora Çitakut nuk do të kufizohen vetëm brenda hapësirës së Kuvendit të Kosovës, megjithëse ato sipas tyre do të vazhdojnë edhe jashtë hapësirës së Kuvendit, duke nënkuptuar kështu se Partia Demokratike e Kosovës bashkë me, siç tha edhe deputetja e PDK-s Vlora Çitaku, me mjek e shumë qytetarë të tjerë të Kosovës, do të dalin për protesta për të kërkuar atë që duhet, pra që shteti të funksionalizohet sa më shpejt. Pra është paraparë që edhe nesër nga ky subjekt politik brenda hapësirës së Kuvendit të Kosovës të ketë aktivitete, megjithëse se çka do të jenë ato, thanë se do të informojmë vetëm gjatë ditës së nesërme, ndërkaq 40 tetorët e ardhshme sërish nga Partia Demokratike e Kosovës do të shkojë një kërkesë në adresë të Avni Deharit sa i përket thirrjes së një seance tjetër për konstituimin e Kuvendit.